Kapitulli 8. Për mëkatet e njerëzimit. Duke rënkuar, duke u përpolitur nga dhimbje, i xhiveshur, me kocka të nxjerra nga vendi, me gozhë që i kishin shpuar tepërtej duart e këmbët, i pështyr dhe me gjak që i rrithte në fytyrë, si edhe me një kuror me gjemba që ja kishin mëshuar mbi kokë, mbreti i mbretërve, e Zoti i zotërve, mori mbi vete përgjegjësinë për mëkatet e njerëzve që ai kishte krijuar. Nga që ai vdiq, ne jetojmë. Nga që ai vuajti, ne jemi falur. Prej plagëve të tij jemi shëruar. Në këtë botë nuk mund të gjendet asnjë zgjidhje tjetër për problemin e tmerrshëm të mëkatit. Kjo është porta për në mbretërinë e qeve. Një portë e ngushtë, na thot Bibla, dhe ka shumë pak njerëz që e gjejnë atë. Nuk është çudi që të krishterët e duan kaq shumë mbretin e tyre. Në ditën e parë të bukës së ndorme, kur flijonin qengjin e Pashkës, dishepujt e tij e pyetën: "Në ç'vend vend dëshiron që të shkojmë të përgatisim për të ngrënë Pashkën?" Atëherë ai dërgoi 2 prej dishepujve dhe u tha: "Shkoni në qytet dhe do t'u vi ndesh një njeri që mban një shtamb ujë. Ndiqeni. Atje ku të hyjë ai, i thoni të zotit të shtëpisë: Mësuesi pyet: në ç'vend është dhoma e miqve ku do të hap Pashkën me dishepujt e mi? Ai do t'ju tregojë një dhomë të madhe në katën e sipërm, të orendisur e të bërë gati. Atje bëni përgatitjet për ne." Kështu dishepujt u nisën, mbërritën në qytet dhe e gjetën ashtu siç u kishte thënë ai, dhe përgatitën Pashkën. Ndaj të mbrysur, ai erdhi me të 12-tët. Përpara festës së Pashkës, Jezusi e dinte se kishte ardhur ora e tij që ai të kalonte nga kjo botë për tek Ati. Duke pasur dashuri për të tij që ishin në botë, ai deshi ata deri në fund. Ndërkohë që ishin në tryezë dhe po hanin, Jezusi tha: "Me të vërtetë po ju them, njëri prej jush do të më tradhtojë. Njëri që po ha bashkë me mua." Ata nisën të pikëlloheshin dhe t'i thoshin njëri pas tjetrit: "Mos valli amun?" Ai u tha: "Është një nga të 12-tët. Ai që po e ngjyn bukën me mua te çanaku. Sigurisht që biri i njeriut po shkon, ashtu siç është shkruar për të. Por mirë ai njeri që tradhton birin e njeriut. Për atë njeri do të kishte qenë më mirë sikur të mos kishte lindur." Dishepujt vështronin njëri tjetrin të pasigurt se për cilin po fliste. Njëri prej dishepujve, ai të cilin Jezusi e donte, ishte ulur përbri Jezusit. Simon Pietri bëri shenjë këtij që ta pyeste se për kë kishte fjalën. Kështu ai u mbështet te krahërori i Jezusit dhe e pyeti: "Zot, kush është?" Jezusi u përgjigj: "Është ai të cilit do t'i jap kafshatën pasi ta ngjyej." Kur e ngjeu kafshatën, ja dha Judës, birit të Simon Iskariotit. Ky, porsa mori kafshatën, doli për një herë jashtë. Tashmë ishte natë. Teksa po hanin, ai mori bukën e bekoi dhe si e theu, u dha atyre dhe tha: "Merreni. Ky është trupi im." Pastaj mori një kupë dhe pasi falenderoi, u dha atyre dhe të gjithë pinë prej saj. Mos u turbulloft zemra juaj. Besoni te Perëndia. Besoni edhe tek unë. Në shtëpinë e Atit tim ka shumë banesa. Po të mos kishte, do t'ju a kisha thënë. Po shkoj t'ju bëj gati një vend. Edhe nëse largohem dhe përgatis një vend për ju, unë do të kthehem sërish t'ju marr pranë vetes, që të jeni aty ku jam dhe unë. Ju e dini se ku po shkoj. Edhe udhën e njini. Toma i tha: "Zot, ne nuk e dim se ku po shkon, si mund ta njohim udhën?" Jezusi i tha: "Unë jam udha dhe e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek Ati përveç se nëpërmjet meje." "Zot," i tha Filipi, "na e trego Atin dhe kjo na mjafton." Jezusi i tha: "Ka kaq kohë që jam bashkë me ju dhe nuk më ke njohur, Filip?
kush më ka parë mua ka parë atin. Si thua vallë, na e trego atin? A nuk e beson se unë jam në atin dhe ati është në mua? Fjalët që ju them, unë nuk i flas nga vetja. Ati që qëndron në mua bën veprat e tij. Unë do t'i lutem Atit dhe ai do t'ju jap një tjetër përkrahas që të jetë për herë me ju. Ai është fryma e së vërtetës. Bota nuk është në gjendje ta marrë atë, sepse nuk e sheh dhe as e njeh. Por ju e njihni, sepse ai qëndron me ju dhe do të jetë me ju. Nuk do t'ju lë si bunjak, po vi te ju. Përkrahasi, fryma e shenjtë, të cilin Ati do të dërgojë në emrin tim, ai do t'ju mësoj të tëra dhe do t'ju kujtoj gjithçka që ju kam thënë. Nëse dikush më do, ai do ta zbatojë fjalën time. Ati im do ta dojë dhe ne do të vim tek ai e do të banojmë me të. Ai që nuk më do, nuk i zbaton fjalët e mia. Fjala që dëgjoni nuk është e imja, por e Atit që më ka dërguar. Kam edhe shumë gjëra për t'ju thënë, por nuk mund t'i mbani dot tani. Kur të vi fryma e së vërtetës, ai do t'ju udhëheqë në të gjithë të vërtetën, sepse ai nuk do të flasë nga vetja, por do të flasë tërë ato që do të dëgjojë. Ai gjithashtu do t'ju shpall ato që do të vinë. Juve bota nuk mund t'ju urrej, por mua më urren, nga që unë dëshmoj për ta, se veprat e saj janë të liga. Nëse bota ju urren, ta dini që më ka urryer mua përpara jush. Sikur të ishit nga bota, bota do t'ju donte si të vetët. Megjithatë, nga që nuk jeni nga bota, por unë ju kam zgjedhur jashtë saj, pikërisht për këtë bota ju urren. Mbajini mend fjalën që ju thash. Nuk është shërbëtori më i madh se i Zoti. Në rast se më përndoqën mua, do t'ju përndjekin edhe ju. Nëse e zbatuan fjalën time, do ta zbatojnë edhe tuajin. Por tërë këto do t'ju bëjnë për shkak të emrit tim, nga që nuk e njohin atë që më dërgoi. Sikur të mos kisha ardhur dhe të mos u kisha folur, ata nuk do të kishin mëkat. Por tani ata nuk kanë çton për mëkatin e tyre. Ai që më urren mua, e urren edhe Atin tim. Sikur të mos kisha bërë midis tyre veprat që askush tjetër nuk i ka bërë, ata nuk do të kishin mëkat. Megjithatë, tani ata kanë parë dhe na kanë urryer edhe mua, edhe Atin tim. Por kjo ndodhi që të përmbushet fjala e shkruar në ligjin e tyre. Më urryen pa asnjë arsye. Pasi kënduan një psalm, shkuan te mali i ullinjve. Atëherë Jezusi u tha atyre: "Të gjithë do të devijoni nga udha, sepse është shkruar: Do ta godas barion dhe delet e grigjës do të shpërndahen. Por pasi të ringjallem, unë do të shkoj përpara jush në Galile." Pjetri tha: "Edhe sikur të devijojnë nga udha të gjithë, unë nuk do ta bëj." "Me të vërtet po të them," i tha Jezusi, "sot pikërisht këtë natë, para se të këndoj gjelin, ti do të më mohosh 3 herë." Por Pietri vazhdonte: "Edhe sikur të më duhet të vdes me ty, nuk do të mohoj kurrë." Të njëjtën gjë tha gjithë secili prej tyre. Pasi Jezusi tha këto fjalë, së bashku me dishepujt ka përceu projën e Kedronit, ku ishte një kopësht, në të cilin hyri ai dhe dishepujt. Vendin e dinte edhe Juda, ai që po e tradhtonte, sepse Jezusi mblidhej shpesh atje së bashku me dishepujt. Kështu Juda mori një kohort ushtarësh dhe disa shërbëtorë të tempullit nga kryepriftërinë dhe farisejtë, dhe erdhi atje me fener, prishtar dhe armë. Ai u afrua Jezusit për ta puthur, por Jezusi tha: "Jud, me puthje po e tradhton birin e njeriut?" Në ato moment, njëri prej atyre që ishin me Jezusin zori shpatën. Ai e goditi shërbëtorin e kryepriftit dhe ja kputi veshin. Atëherë Jezusi tha: "Ktheje shpatën në vend, sepse të gjithë ata që marrin në dorë shpatën, nga shpata do të vdesin. Apo mendon se nuk mund t'i të ras Atit tim të më dërgoj që tani më shumë se 12 legione engjësh? Po si do të përmbusheshin shkrimet që thonë se kjo është mënyra se si duhet të ndodhë?" Dhe duke ja prekur veshin, ai e shëroi.
Në atë çast, Jezusi i tha grupit: "Pas keni ardhur për të më kapur me shpata dhe shkopinj, sikur të isha hajdut? Unë jepja mësim për ditë në kompleksin e tempullit dhe nuk më arrestuat. Por e gjitha kjo ndodhi që të përmbushen shkrimet e profetëve." Atëherë të gjithë dishepujt e braktisën dhe u larguan. Ata që kishin arrestuar Jezusin e çuan te Kajafa, kryeprifti, ku ishin mbledhur skribët dhe pleqt. Ndërkohë, Pietri po e ndiqte atë prej së largu deri tek oborri i kryepriftit. Ai hyri brenda dhe po rrinte me shërbëtorët e tempullit për të parë përfundimin. Tani, kryepriftërinë dhe i gjithë Sinedri kërkonin dëshmi të rreme kundër Jezusit që ta dënonin me vdekje. Por ata nuk gjetën dot asnjë, edhe pse u paraqitën shumë dëshmitar të rrem. Më në fund, dolën 2 persona të cilët dëshmuan. Ky njeri ka thënë, unë mund të shkatroj tempullin e Perëndisë dhe ta rindërtoj brenda 3 ditësh. Atëherë, kryeprifti u ngrit dhe i tha: "Nuk ke asnjë përgjigje për çka po dëshmojnë këta njerëz kundër teje?" Por Jezusi heshti. Atëherë kryeprifti i tha: "Për Perëndinë e gjallë të vënë në betim që të na thuash nëse je Mesia, biri i Perëndisë." "E the me gojën tënde," ja ktheu Jezusi. "Por unë po ju them se tani e tutje do ta shihni birin e njeriut të ulur në të djathtën e fuqisë dhe duke ardhur mbi rret e qiellit." Atëherë kryeprifti shqeu rrobat e veta duke thirrur: "Blasfemoj! Për çfarë do na duan ende dëshmitar? Ja, tani e dëgjuat blasfemin. Ç've ndim jepni?" Ata ju përgjigjen: "Ai meriton vdekjen." Pastaj e pushty në fytyrë dhe e qellua me krushte. Të tjerë i binin me shuplaka dhe i thoshin: "Na thuaj një profeci, o Mesia, kush të gjuajti?" Ndërkohë Pietri po rrinte ulur përjashta në obor. Një shërbëtore ju afrua e i tha: "Edhe ti ishe me Jezusin e Galiles." Por ai e mohoi para të gjithëve duke thënë: "Nuk e di për çfarë po flet." Kur doli te porta, një grua tjetër e vuri re dhe u tha njerëzve atje: "Ky ishte me Jezusin e Nazaretit." Dhe ai sërish e mohoi këtë, duke u përbetuar: "Nuk e njoh atë njeri." Pas pak, edhe ata që qëndronin atje erdhën dhe i than Pietrit: "Nuk ka asnjë dyshim që ti je një prej tyre, sepse dallohesh nga e folura." Atëherë ai nisi të mallkonte dhe të betohej: "Nuk e njoh atë njeri." Në atë moment, këndoi një gjel. Atëherë, Zoti u kthye dhe hodhi vështrimin mbi Pietrin. Dhe Pietrit i ra ndërmend fjala e Zotit se si kishte thënë: "Para se të këndoj gjeli sot, ti do të më mohosh 3 herë." Doli përjashta dhe qau me hidhërim. Kur agoi dita, të gjithë kryepriftërinjtë dhe pleqtë e popullit morën vendim kundër Jezusit që ta vrisnin. Pasi e lidhen, e nxorën dhe ja dorëzuan Pilatit, guvernatorit. Kështu Pilati shkoi përjashta përballë atyre dhe u tha: "Çfarë akuze paraqitni kundër këtij njeriu?" Ata ju përgjigjen: "Po të mos ishte keqbërës, nuk do ta dorëzonim te ty." Atëherë Pilati u tha: "Merreni vetë dhe gjykojeni sipas ligjit tuaj." "Neve nuk na lejohet që të ekzekutojmë dënimin me vdekje," deklaruan judenët. Pastaj Pilati u kthye në selinë e guvernatorit. E thirrri Jezusin dhe i tha: "A je ti mbreti i judenëve?" Jezusi u përgjigj: "Këtë pyetje po ma bën nga vetja, apo të kanë thënë të tjerë për mua?" "Mos valli jam judeun," ja ktheu Pilati. "Kombi yt dhe kryepriftërinë të dorëzuan tek unë. Çfarë ke bërë?" "Mbretëria ime nuk është e kësaj bote," tha Jezusi. "Nëse mbretëria ime do të ishte e kësaj bote, shërbëtorët e mi do të luftonin që unë të mos u dorëzohesha judenëve. Sidoqoftë, tani mbretëria ime nuk është prej këtej." "Atëherë ti je mbret?" e pyeti Pilati. "Ti e the unë jam mbret," u përgjigj Jezusi. "Për këtë kam lindur dhe kam ardhur në botë, për të dëshmuar për të vërtetën. Cili do që është prej së vërtetës e dëgjon zërin tim." "Çfarë është e vërteta?" tha Pilati. Pasi kishte folur kështu, ai doli sërish te judenët dhe u tha atyre: "Nuk gjej asnjë faj tek ai." Më pas, Pilati dërgoi Jezusin që ta fshikullonin. Po ashtu,
Ushtarët thurën një kuror me gjemba, ja vendosën në kokë dhe i hodhën sipër një mantel të purpurt. I dilnin përpara i thoshin: "Tu ngjatjeta, o mbret i Judenëve", dhe e goditnin me shuplak. Pilati doli prap nga ndërtesa dhe u tha atyre: "Shikoni, po ju asjell përjashta që ta dini se nuk gjej asnjë faj tek ai." Ndërkohë që ishte ulur në fronën e gjykatësit, e shoqja i dërgoi fjalë: "Mos i bëj asgjë atij njeriu të drejtë, sepse sot kam vuajtur shumë në një ëndër për shkak të tij." Më pas Jezusi doli duke mbajtur kurorën me gjemba dhe mantelin e purpurt. Dhe Pilati u tha: "Ja njeriu." Me ta parë kryepriftërinë dhe shërbëtorët e tempullit thirrën: "Kryqëzoje, kryqëzoje!" Pilati u përgjigj: "Merreni dhe kryqëzojeni vetë, sepse unë nuk gjej asnjë faj tek ai. Ne kemi një ligj", ju përgjigjen judenjtë, "dhe sipas atij ligji ai duhet të vdes, sepse e bëri veten bir të Perëndisë." Kur dëgjoi këtë deklaratë, Pilati pati edhe më tepër frikë. U kthye në seli dhe pyeti Jezusin: "Prengaje?" Por Jezusi nuk i ktheu përgjigje. Atëherë Pilati tha: "Mua nuk po më flet? Nuk e di që unë kam autoritetin të të liroj dhe autoritetin që të kryqëzoj?" "Ti nuk do të kishe as pak autoritet për kundrejt meje", ju përgjigj Jezusi, "po të mos të ishte dhënë prej së larti. Prandaj ai që më ka dorëzuar tek ti, ka mëkat më të madh." Që nga ai moment, Pilati urvatej ta lironte, por judenët bërtisnin: "Nëse e liron këtë njeri, ti nuk je mik i Cezarit. Kushdo që e bën veten mbret, i del kundër Cezarit." Kur dëgjoi këto fjalë, Pilati e nxori Jezusin jashtë dhe u ul në fronin e gjyqtarit, në një vend të quajtur Kaldrëmi, në hebraisht Gabata. Ishte dita e përgatitjes për Pashkën, rreth orës së 6. Pastaj u tha judenëve: "Jam mbreti juaj." Por ata bërtisnin: "Largoje, largoje, kryqëzoje." Pilati u tha: "Të kryqëzoj mbretin tuaj? Nuk kemi tjetër mbret përveç Cezarit", u përgjigjen kryepriftërinjtë. Kur Pilati pa se asgjë nuk bënte të bi, madje po niste një trazir, mori ujë dhe i lau duart para turmës, duke thënë: "Unë jam i pafajshëm për gjakun e këtij njeriu. Merruni vetë me këtë çështje." Tërë populli u përgjigj: "Gjaku i tij qoftë mbi ne dhe mbi fëmijët tanë." Atëherë u dorëzoi atë që të kryqëzoj. Kështu ata e morën Jezusin. Duke e mbartur vetë kryqin, ai shkoi te vendi kafkës, i cili në hebraisht quhet Golgota. Aty e kryqëzuan së bashku me dy të tjerë, njërin nga njëra anë dhe tjetrin nga ana tjetër, me Jezusin në mes. Po ashtu Pilati hartoi një mbishkrim dhe vendosi mbi kryq. Atje ishte shkruar: Jezusi i Nazaretit, mbreti i judenëve. Këtë mbishkrim e lexuan shumë judenj, sepse vendi ku kryqëzuhej Jezusi gjendej pranë qytetit. Ai ishte shkruar në hebraisht, latinisht dhe greqisht. Prandaj kryepriftërinjtë e judenëve i than Pilatit: "Mos shkruaj mbreti i judenëve, por që ai ka thënë jam mbreti i judenëve." Pilati u përgjigj: "Atë çka kam shkruar e kam shkruar." Më pas Jezusi tha: "O atë, fali ata, sepse nuk dinë se çfarë po bëjnë." Dhe duke i ndarë rrobat e tij, i hodhën në short. Ata që kalonin pranë e shanin duke tundur kokën dhe thoshin: "Ti që do ta shkatroje tempullin dhe do ta ndërtoje për 3 ditë, shpëto veten dhe zbrit nga kryqi." Po kështu krerët e priftërinjve bashkë me skribët e tallin atë me njëri tjetrin dhe thoshin: "Të tjerët i shpëtoi, por veten nuk mund ta shpëtoj dot. Le të zbres tani nga kryqi, Mesia, mbreti i Izraelit, që të shohim dhe të besojmë." Edhe ata që ishin kryqëzuar së bashku me të, e shanin. Po ashtu edhe ushtarët e tallin, i ofronin verë të thartë dhe i thoshin: "Po të jesh mbreti i judenëve, shpëtoje veten." Atëherë, njëri nga keqbërësit e varur në kryq nisi ta fyente: "A nuk je Mesia? Shpëtoje veten edhe ne."
Por tjetri duke qortuar ja ktheu: "As nga Perëndia nuk e frikë, ti që po i nënshtrohesh të njëjtit ndëshkim? Sa për ne ishte i drejtë, sepse po marrim çka meritojmë për ato që kemi bërë. Por ky njeri nuk ka kryer asgjë të keqe." Pastaj tha: "O Jezus, kujtohu për mua kur të vish në mbretërinë tënde." Dhe ai tha: "Po ta them me të vërtetë, sot ti do t'jesh me mua në parajs." Nga mesdita deri në orën 3 pasdite, ra errësira mbi të gjithë vendin. Rreth orës 3 pasdite, Jezusi thirrri me zë të lartë: "Eli, Eli, lema sabaktani." Do të thënë, Perëndia im, përse më ke braktisur? Disa për atyre që po qëndronin atje kur e dëgjuan këtë thanë: "Ai po thërret Elian." Jezusi bërtiti përsëri me zë të lartë dhe tha: "U krye." Pastaj duke përkulur kokën, dha frymën. Pa pritmas perdja e tempullit u nda në 2 pjesë nga lart deri poshtë. Toka u trondit dhe shkëmbit u çan. Kur centurioni dhe ata që ishin me të, duke e ruajtur Jezusin, vunë re tërmetin dhe ato çka kishin ndodhur, u tmerruan dhe thanë: "Me të vërtet ky njeri ishte biri i Perëndisë." Atje duke vëzhguar së largu, ishin shumë gra që kishin ndjekur Jezusin nga Galilea dhe i shërbenin atij. Ndërmjet tyre ishin Maria Magdalena, Maria, nëna e Jakobit dhe Jozefit, si dhe nëna e bijve të Zebedeut. Teksa ishte mbrysur nga që ishte dita e përgatitjes, do me thënë dita para së shtunës, Jozefi nga Arimatea, një antar i shquar i Sinedrit, i cili edhe vetë po priste ardhjen e mbretërisë së Perëndisë, shkoi me guxim te Pilati dhe i kërkoi trupin e Jezusit. Pilati u çudit që ai tani më kishte vdekur. Mbasi thirrri centurionin, e pyeti nëse kishte shumë kohë që kishte vdekur. Kur e mori vesh nga centurioni, ai ia dha kufomën Jozefit. Si bleu pëlhur prej liri, Jozefi e zbriti poshtë dhe mbështolli atë me qefinin e lindë. Pastaj e vendosi atë në një varr të hapur në shkëm dhe rrokullisi një gur përkundrejt hyrjes së varrit. Ndërkohë, Maria Magdalena dhe Maria, nëna e Josës, po vërenin se ku ishte vendosur ai. Të nesërmen, pas ditës së përgatitjes, kryepriftërinë dhe fariseët u mblodhën para Pilatit dhe i thanë: "Zotëri, na erdhi ndërmend se ai mashtruesi kur ishte ende i gjallë pati thënë pas 3 ditësh unë do të ringjallem. Prandaj jep urdhër që varri të sigurohet deri ditën e 3. Përndryshe, dishepujt e tij mund të vinë, ta vjedhin atë dhe t'u thonë njerëzve ai është ringjallur prej të vdekurve. Atëherë, mashtrimi i fundit do të jetë më i keq se i pari." "Ju e keni një rojë ushtarësh," u tha Pilati. "Shkoni dhe sigurojeni varrin siç dini vetë." Ata shkuan dhe siguruan varrin, duke vulosur gurin dhe duke vendosur rojat.